I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, do të zbukurohet dhe ndriçohet besimtari në ditën e Kiametit në të gjitha gjymtyrët që ka marrë abdes. Do të thonë ditën e Kiametit, besimtarët do të shkëlqejnë, do të ndriçojnë, do të dallohen nga të gjithë tjerët me abdesin, me shenjat e abdesit të tyre. Gjoja ditën tjetër. Një ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam para vdekjes ka shku tek varrezat dhe ju ka dhënë selam sahabëve të vdekur, thot ai sahabiu transmetuesi, sikur po u ndante dhe po ju jepte lam të mirën. Pastaj foli pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha, ti kisha pa i herë vëllezërit e mi. Tha pejgamberi i Zotit, a walasna ikhwanak, a nuk jemi ne vëllezër tu? Kale bel antum ashabi, ju jeni shokët e mi. Vëllezërit e mi janë ata që do të besojnë tek unë, tek fjalët e mia, pa më parë me sy. Sahabiu e pyeti, i tha, mirë neve ditën e Kiametit do të na njohësh o pejgamberi i Zotit. Po si do t'i njohësh këto vëllezërit e tu, që po thon vëllezërit e mi? Çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu. Do t'i njohë nga shenjat dhe drita e abdesit. A do me të njohë pejgamberi alayhis salam? A do t'i jesh për atyre që thotë, eja këtu, je tek unë, mos kërko. Abdesit do të më dhon hakun, edhe do të më qenë mundësisht gjithmonë me abdes.